E tash për të folur rreth platformës së raportimit apo aplikacionit Lajmëro Policin, do ta kemi në fakt të ftuar Major Ramadan Ahmetin këtu në studio dhe flasim se çka është kjo aplikacion dhe kjo platformë, çush mundemi me lajmëru ne policinë dhe çush mundemi me ndihmu edhe më tepër në anën tjetër policinë e Kosovës, por edhe neve si qytetar dhe çush mundemi me lajmëru qytetarin. Çka në cilat raste dhe cilat janë ato më të shpeshta që lajmërohen, pastaj çka janë hapa tutje që i ndërmerr Policia e Kosovës, do ta kuptojmë përmes bisedës. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi që ju kemi këtu. Atëherë na tregoj çka është kjo formë e raportimit apo çka është ky aplikacion dhe me çfarë qëllimi është krijuar. Faleminderit shumë. Në radhë parë ju tregoj unë përfaqësoj drejtorinë e policisë në bashkësi dhe në parandalim. Ky aplikacioni Lajmëro Policin është krijuar në vitin 2019. Dhe formën e duhur do të thotë raportimit qytetar ka nisur që nga viti 2020 e tutje. Edhe e kemi konsideruar se ka qenë nevojë ndoshta më e lehtë për qytetarët që të raportojnë përmes një aplikacioni të menduar zhvillimin e teknologjisë, aplikacione ndryshme që janë duke u shpërndar në telefonat e mençur. Kështu që si polici kemi marrë një hap që qytetarët ju mundsojnë më lehtë pa pas nevojë me shku në stacionin policor, apo pa pas nevojë të marrim mend shumë numra, në fakt nuk janë shumë, po ata që zakonisht nuk kanë nevojë sigurisht të thrasin, e kanë mundësinë ta shkarkojnë aplikacionin edhe përmes aplikacionit kemi krijuar disa ikona, disa mundësi që qytetarët të prekin ikonën përkatëse që ata duhen të raportojnë. Dhe gjëja më e mirë, ose me thonë më e lehtë për qytetarë ka qenë që disa prej qytetarëve për shkak të arsyeve të ndryshme nuk dëshirojnë të identifikohen, kështu që përmes aplikacionit e kanë atë mundësi dhe kanë pas mundësi të raportojnë. Edhe deri tash konsideroj që ka qenë një punë mjaft e mirë dhe një grumbullim mjaft i mirë informata nga ana qytetarëve përmes aplikacionit. Deri tash cilat janë ato ikona apo për çka mundemi me lajmëru ne policinë? Janë një kategori e ikonave, po prapë e le mundësinë që të shfaqet do të thotë ose të ketë nevojë, të ketë mundësi qytetari të raportojë edhe për incidentet e tjera. Po ikonat kryesore janë për shembull që qytetari në momentin që e shkarkon aplikacionin, që janë disa hapa do të thotë standard thojse për çdo aplikacion, i pranon kushtet e referencës ose pranimit të aplikacionit, edhe regjistrohet, pastaj në aplikacioni ka ikonën për shembull të raportoj për dhunë. Është shtu ikona dhe dhuna në familje. Se janë rastet shpeshta që të paktën janë edhe shumë afër qytetarëve. Fatkeqësisht edhe statistikisht numrat e shifrat e rasteve të dhunës familje janë bukur të mëdha. Pastaj kemi ikonën ku duhet të raportojmë për armë, për komunikacion, për vjedhje, për korrupsion, për droga dhe të tjera. Do thotë qytetarët nëse shohin se nuk kanë mundësi të raportojnë në një prej atyne ikona ose rasteve që janë publikuar në aplikacion, mund të klikojnë të tjera. Në momentin që qytetari aplikon ose raporton për një incident, për një çështje që ka të bëjë me rastet që ai e sheh, ai duhet të shënoj vendin pringasht. Nëse shënon për shembull qytetin përkatës, ku ka po incidentin, automatikisht nga qendra komanduese ose nga qendra e thirrjeve policisë, që janë qendrat kryesore të Kosovës, e dërgojnë tek zyrtarët e stacionit kompetent që duhet të reagojnë. Dhe pastaj, automatikisht, qytetarit i kthehet një konfirmim, faleminderit, kemi pranuar do të njoftimin. Edhe po merrem me tutje me rastin. Deri tash çka janë lajmërimet më të shpeshta që i bëjnë qytetarët? Prej lancimit të aplikacionit do të thotë ne kemi vrejtë që shumica e rasteve që raportojnë janë për komunikacion. 50% e informatave. Aty kalojnë po ma gjatë dhe aty janë nervozat më të mëdha, gabimet më të shpeshta. Janë dikon për vetë 5.000 lajmërime në aplikacion. Edhe çka është një emet e këtij aplikacioni deri tash, që në dje po ta komunikim edhe me zyrtarët e IT-s në kuadër të Policisë Kosovës, të cilët janë duke punuar, që aplikacioni është lansuar në Android, do thonë telefona Samsung. Unë jam të e provu këtu thash pse s'po më jo në iOS, jo në iPhone, po për shkak të politikave të kompanisë, sepse disa kompani kemi kuptuar që mund me shkarku aplikacione ndryshme edhe në iPhone, mirë po si shtet
si subjekt shtetënor ka qenë e pamundur deri tash, është në proces dhe besoj. Deri tash vetëm në Android, ju të tjerë të cilët të keni mundë me marrë aplikacionin. Unë isha në kërkem edhe nuk është se gjeta e kërkova 2-3 herë, po nuk. Po përkundër asaj isha duke thonë që e vlerësojmë shumë bashkëpunimin e qytetarëve, për shkak se do të thotë ajo pjesë e qytetarëve që i kanë, do të thotë Androidet, ka raportime nga më ndryshme. Por shumica aty ne do të thotë për kundërvojtjet, parkingjet, çështjet të komunikacionit. Pastaj vijnë informata të tjera që nuk karakterizohen të këto specifika që e përmenat, e arma, droga, tjera. Po ka edhe për informata edhe për raste ndryshme. Duhet ndoshta kur e shohin një automjet që është parku diku ku nuk duhet, ka zënë një vend të këmsorve, është parku ndoshta te garazha apo diçka e tillë, e fotografojnë edhe mundën me u dërgua, po? Mund të bashkangjiten 2 foto në atë lajmërim dhe dërguhen tek stacioni përkatës. Ne kemi pas edhe vizita, edhe kemi pas edhe dokumentar në për mediumet ndryshme ku kemi prezentu saktë si shkon informacionit të zyrtari që i shpërndan këtu, i pranon këtu, dhe shihen do thotë edhe fotografit konkrete që qytetarët kanë bashkangjit. Qysh për 2019-ës, po viteve të fundit a ashtu numri ma tepër i këtyre të cilët e përdorin aplikacionin? Në fakt, është shtu, po ato që isha duke thonë është që në koordinim me zyrtarët e IT-s që janë profesionistë kësaj fushë, janë duke e bon, do të thotë mundshme që aplikacionit jetë i qasshëm edhe për iOS, edhe të ketë edhe mundësi të ma tepër zgjerimi. Po, ma tepër të zgjeruhet edhe njëkohësisht të ketë edhe rifreskim për shkak se edhe modelet e telefonave të menë që janë duke avancu, kështu që edhe aplikacionit do të me qenë i përshtatshëm edhe për modelet ndryshme. Kjo është ajo që neve na takon faktikisht si polici, që të jemi më afër qytetarëve për çështjet e komunikimit dhe lajmërimit. Po. Sa u ndihmon kjo në punën që ju e bëni? Sa e lehtëson punën e zyrtarëve policorë? Ky aplikacion, ky komunikim bashkë me qytetarë? Në radhë parë kjo ndihmon shumë mirë edhe qytetarin, po edhe policinë. Për shkak se ne kemi në mënyrë decisive të saktë ato që ka shkruar në qytetar, ato që ka fotografu dhe kemi një shenjë, një gjurmë në kompjuter që shohim që ka ardhur një informacion dhe shohim se si kanë reaguar patrullat ose njësitë përkatëse, si është trajtuar. Do të thotë është një lloj pranimi informacionit në kohë të duhur, reagimi gjithashtu, koha e reagimit kur është lajmëruar informacioni dhe njëkohësisht monitorimi i kësaj nga ana e prurve, nga ana e njerëzve që janë kompetent e kanë mundësi ta bëjnë më mirë për shkak se mund ta dinë se për çdo informacion a është ndërmarr, çka është ndërmarr dhe si ka shku rezultati i saj. Po qytetarët e tjerë a i bën edhe do të jenë ma të drejtë, do të jenë mirë me ligjin në këtë rast, jo vetëm në komunikacion, po në përgjithësi, të jenë qytetarë edhe ma të ndershëm. Në momentin kur e dinë që ekziston një aplikacion i tillë dhe dikush mundet me raportu ma të voglën pa rregullësitë që ne si një qytetar tjetër mundem me bo. Shumë e vërtet. Ne si polici e kemi për obligim që të jemi afër me qytetarët, kur ata kanë nevojë për çështje të sigurisë, në këtë rast, lajmërimin e rastet ndryshme, ne t'ju përgjigjemi me kohë. Njëkohësisht edhe ata, normalisht, e kanë parasysh se në rast se bëjnë kundërvajtje, bëjnë shkelje, bëjnë parregullësi ndryshme, e dinë që dikush mund t'i fotografoj, mund t'i raportoj, njëkohësisht mundësia e identifikimit e atij që lajmëron është me thonë kushtimisht është SBE ose është e pamundun, për shkak se ka mundësi që ai nuk don të dërgojë dhonat, e dërgon pa dhonat personale, por që informacioni pranohet. Normalisht në këtë rast kemi dëshirë që qytetarët të jenë më konkret, më të thokët në ato që raportojnë, që shkruajnë, që fotografojnë, sepse ka edhe raste kur nështë informacioni vjen, por nuk është shumë i qartë për zyrtarët që duhet shkruajnë. Për shembull, çka duhet me pas parasysh një qytetar në momentin kur dëshiron me lajmëru një rast saktë? Në rast të marrim shembull. Qëse unë s'dua të identifikohem, po çka me lajmëru të rastit, çka me shikuan, në cilat pika me u bazu? Shumë mirë. Janë udhëzimet në atë format të aplikacionit, ku qytetari në radhë parë duhet të klikoj vendin ku. Nëse se klikon vendin, është e pamundshme gjithë Kosovën ta ulëmtojmë. Pastaj duhet ta përshkruaj, e ka një tekst që duhet ta përshkruaj çka po raporton. E marrim shembull parkingun para garazhës. Ai fotografon vetëm garazhën dhe tabelat e veturës ose as tabelat nuk i fotografon si mënyrën e duhur.
ku mund të di policia cilën garazh është dhe cili veturën nëse nuk janë tabelat, nuk janë të dhonat që policia për me identifiku ku bëhet fjalë. Rruga duhet jetë e shënume e këto detajet. Ndërsa, kur tutje merret policia me rastin, çka mundet? Mundet me u xhabit, me shku direkt në fund fizike me vendos gjobën, apo i shkon pastaj në mënyrë elektronike edhe kjo? Sepse ne, si qytetar, mundem me mjë edhe të platforma tjetër, të e-Kosova, edhe me pa në qoftë se kemi ndonjë gjobë që është parashkruar te ne apo jo. Sigurisht, do më mundësitë e evidentimit, raportimit, ose sankcionimit për kundërvajtjen, do të thotë këto që i përmend e-Kosova, mënyra që dhe policia lën gjobat në vetura kur zyrtarët ose personat nuk janë aty prezent, por ajo që është e rëndësishme është që në momentin që vjen informacioni trajtohet për policisë, varësisht prej rrethonave se cilat janë, mos t'i marrëm vetëm komunikacionit, por edhe të tjerat, policia ka për obligim të raportojë, të shkojnë vend ngjarjes, të merr gjitha mosat që i ka nevojë. Po. Statistika tjera të cilat kanë dalë përmes këtij aplikacioni, për rastet ne tham që më tepër në komunikacion, por në rastet të tjera çush jemi? Unë kam disa dhona që i nxorra këto vetëm për të pa për shembull këtë vit është në njërë të përgjithshme, unë them që janë disa të thotë shënime që i grumbullova kërkoj falje, do thotë dhe i tash, do thotë janë 4605 lajmërime. Për i tyre dhe më 3167 janë për kundërvajtjen në komunikacion. Pastaj të tjera janë 1070. Pastaj për rastet drogave janë 104 lajmërime, vjedhja 51, dhunë familje 10 e tjera. Do thotë kjo është ajo. Këto janë shifra që... Janë për këtë vit. Po dhe viteve të kalume do të thotë janë pothuajse për afërta, do të thotë që për kundërvajtje në komunikacion, çështë të komunikacionit ka më shumë, për raste të tjera sigurisht ndoshta nuk kanë në gjendje qytetarët ose ndoshta nuk kanë pasur njohuri edhe për aplikacionin, apo ndoshta nuk kanë se si ta vërtetojnë çka po ndodh. Sepse sidomos edhe kur bëhet fjalë për të dhunë, ajo çdo herë shohim me sy dhe çdo herë mundemi me fotografu, ndonjëherë mundemi me dëgju ndoshta në ndërtesën tjetër, në banesën tjetër, patjetër që me lajmëru, qoftë me telefonu numrin e policisë të Kosovës, por në anën tjetër edhe për ata të cilët pra kanë Android, munden me lajmëru edhe përmes këtij aplikacioni, shumë e rëndësishme me e marr. Të paktën unë nuk kam pas njohuri që ekziston një aplikacion e tillë, pavarësisht që ka ardhur qysh për vitin 2019, po që tash tutje edhe unë vetë si qytetare duhet me pas edhe ma tepër kujdes për fshi këtë komunikacionin sidomos, ku e vendosem qysh kalojmë edhe kjo na bën ndoshta edhe qytetarë edhe ma ndërgjetshëm, edhe ngrit vedijen, po besoj edhe tek qytetarët e tjerë. Shumë e vërtet. Unë konsideroj që detyrat e shumta që policia është duke i kryer për të qenë, do të thotë, në rregull çështja e sigurisë, çështja e respektimit drejtave të njerit, mbrojtja pronës e të gjitha ato, do të thotë aplikacioni është një prej detyra ose një prej mundësive që ju kemi dhënë qytetarëve dhe vetvetes që të komunikojmë më shpejt, më lirshëm, më saktë dhe të reagojmë në mënyrën e duhur edhe me kohë. Ajo çka qytetarët e përmendet që ju nuk keni pasur njohuri, unë e di që nga 2019 ne kemi diskutuar me media dhe me qytetarë dhe me trajnime të reza. Për shembull një prej fillimeve ka qenë programe udhëzues se si duhet përdorur aplikacioni. Gjë që tash konsiderojmë është te kaluar për shkak se ka aplikacione të shumta. A është në gjuhën shqipe apo jo? Është në gjuhën shqipe, angleze, serbe. Edhe po kjo ka qenë udhëzues që kemi marrë trajnime dhe policëve në atë. Se si është aplikacioni, si duhet njoftuar qytetarët, kanë qenë edhe fletushkat që kemi shpërndar, e çështje të tjera. Por ajo çka është e rëndësishme me përmend që ne tash kohëve të fundit është edhe aktuale, besoj, është çështja e policimit në komunitet ose polici i lagjës. Edhe policët e lagjës kanë njohuri për këtë aplikacion, edhe në komunikim me qytetarët bëjnë me dije qytetarëve që ata për pos kontaktit fizik që mund m'ia shpreh shqetësimet, brengat për çështje të sigurisë, mund ta përdorin në aplikacione, mund të marrin edhe udhëzime. Në fakt tash policët e kanë edhe ata aplikacionin në telefon ku u vjen njoftimi me njëherë, pra një formë tjetër të aplikacionit, apo vjen pikërisht në qendër dhe ju i njoftoni të tjerët që janë në terren në këtë. Menaxhimi i informata bëhet në një zyre të caktuar. Do thotë ne që në qendrat e komunikimit, ku atje shkojnë informata, qoftë telefonike, çfarë do qofshin,
edhe ata evidentojnë edhe bëhet një lloj regjistri sa informata po vinë, për çka janë, kuna ju kanë dërgu dhe çfarë veprime janë. E kuptoj. Ju përgëzoj për punën që po e bëni. Ju faleminderit shumë për këto informata, faleminderit për gjitha detajet që keni nda me ne. Uroj që tash ne si qytetarët jemi më të vetëdijshëm për secilin hap që e hedhim tutje, por në anën tjetër edhe të jemi më afër edhe policisë së Kosovës, por edhe organeve të rendit dhe drejtësisë në fakt në përgjithësi, në mënyrë që t'i raportojmë gjitha rastet të cilat i shohim, edhe kështu do të jemi shtetare dhe më të lumtur më të qetë dhe nuk do të ketë parregullsi të tjera. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën. Faleminderit edhe juve, unë i përgëzoj juve dhe qytetarët për qytetarinë dhe rregullin e sjelljen dhe gjithë ato përkundër sfidave që kemi si polici, konsideroj që vendi jonë është në një i vlerësuar dhe ndërkombëtarisht në një ndër vendet më të sigurta. Mirë, po ne duhet të punojmë bashkë me qytetarët, ta mbajmë këtë trend dhe ta avancojmë gjithsesi. Vërtet, faleminderit.